Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se pas certifikimit të zgjedhjeve parlamentare pret të bëhet zgjedhja kryesisë së kuvendit dhe të zgjidhet kryetari i kuvendit, pastaj të votohet edhe qeveria. Këtë deklarat Kurti ka dhënë para mediave gjatë takimit me rastin e festës së Fitër Bajramit me Myftiun e Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava. Tashmë janë bërë 4 ditë prej se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar edhe rezultatet e zgjedhjeve parlamentare, derisa qeveria udhëhequr nga Albin Kurti ka marrë statutin qeveria në detyrë. Në anën tjetër, sipas Kushtetutës së Kosovës, seanca konstituive kuvendit duhet të mbahet brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, të cilën e thret presidentja. Nëse presidentja nuk vepron brenda afatit, kuvendi rimblidhet vetë në ditën e 30. Ndërkaq Vjosa Osmani qysh të premten deklaroi se ndonë se nuk e di datën e saktë, seanca do të thirret brenda afatit kushtetues. Nga zgjedhjet e nënshkurtit, fituese doli Lëvizja Vetvendosje me 42.30% të votave, duke i siguruar 48 deputet në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 20.95% të votave, apo 24 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës me 18.27%, apo 20 deputet, dhe koalicioni AAK Nisma 7.6%, apo 8 deputet. Lista serbe do t'i ketë 9 deputet, një ulse nga komuniteti serbe ka fituar partia e Nenad Rashiqit. 10 deputetet e tjerë do të jenë nga komunitetet e tjera jo shumicë.